Pas disa ditëve shumë të nxehta, kur priten rrebeshet në Shqipëri, ja çfarë paralajmërojnë meteorologët. Meteorologët kanë bërë një parashikim të motit dhe temperaturave për stinën e verës. Meteorologët thonë se muaji qershor është më i nxehtë ndër vite dhe se jemi përpara një temperature me një vere me temperatura ekstreme. Meteorologët shprehen se do të ketë rreshje që do të zgjasin pak minuta dhe më pas rikthehen orët me diell. Zona e juglindjes patjetër rrezikojnë, janë rrebeshe ose rreshje konvektive. E gjithë kjo pjesë do të thotë që janë zona shumë të thata. Elbasani, Berati, Gjirokastra dhe qarku i Korçës parashikohet të kenë rrebeshe në formë konveksioni, që do të thotë është rrebeshje zgjat për disa minuta, po marr maksimumin 50 minuta dhe më pas rikthehet dielli në temperatura të larta. Megjithatë, fenomenet më ekstreme do t'i pres Spanja, do të ketë kryesisht Italia dhe zona në qendër të Europës për shkak edhe të temperaturave mjaft të larta që ka nisur prej disa ditëve, thonë meteorologët. Gjithashtu, ata japin një këshill për gjithë personat që e kanë të nevojshme televizin të qëndrojnë në orët e pikut në shtëpi. Ata thonë se në mëngjes është mirë të dalësh para orës 9, ndërsa mbrëmjeve rreth orës 19:20. Është edhe ora e pikut 11:30 deri në 14:30. Flitet për moshat e treta, për fëmijët, për të gjithë ata që nuk e kanë të nevojshme televizin, është mirë që të mos lëvizin në orët e pikut. Në fakt, valët e të nxehtit janë fenomeni që ka numrin më të lartë të fataliteteve. Prandaj, janë quajtur vrasës i eshtur, sepse 2023 ka patur numrin më të lartë nga valët e të nxehtit.